Atentoi realisht Xhesti që të dilte nga shtëpia, pasi e gjithë qasja e tij ishte shumë e vërtetë dhe shumë e ndjerë. Por doli që ishte një lojë për të provokuar se kush e don atë shtëpi dhe kush e do jashtë. Po për mua ata aty janë në një lojë dhe të gjithë duan që të nxjerrin njëri tjetrin për të shkuar në finale. Është paksa e çuditshme kjo që një person si Xhesti kërkon në këtë ditë të 70 ca që është në Big Brother të kërkojë se kush është, le të themi, armiku i tij në atë shtëpi. Të gjithë mbrëmë ishin në ankth, madje banorët gati sa se mbushën shtëpinë me lot për daljen e Xhestit. Por ai bëri një reng ku ai kuptoi se ka armik dhe padyshim që ka Gertën dhe Laertin. Por hileja më e madhe është Rozana që do ta shpjegoj më pas. Xhesti krijoi një situatë ku i vuri banorët përballë një fakti që ai do të lojë shtëpinë pasi është i ngarkuar, jo se s'është, pasi situata me Eglin e ka ngarkuar, ai sa i kemi parë dhe në ditët e fundit të shpërthej. Shpërthimi më i fortë ishte pas prajmit të së martës, kur ai me forcë të madhe those që nuk e dua Eglin. Por çfarë bëri Egli në ato momente kur Xhesti tentoi që të dilte nga shtëpia? Ajo e hodhi sërish vetëm poshtë dhe tha do të dalë unë me ty. Pasi nuk ja doli që të bindë Xhestin për të dalë nga shtëpia, Egli shkoi dhe qëndroi për disa orë në dhomën e rrëfimit. Se çfarë ka bërë aty, kjo me shumë gjasa nuk do të mësohet asnjëherë. Por duke qenë që jemi tek dhoma rrëfimit dhe tek Egli, ditët e fundit ai ka bërë deklarata shumë shqetësuese, teksa thotë që në ato dhomë i japin ilaçe. Nëse janë ilaçe për të qetësuar atë, kjo është një problem i madh. Nëse janë ilaçe që ajo të flej gjumë, ky sërish është një problem, pasi kemi të bëjmë me një person që nuk është në një shëndet të plot, në një garë ku po bëhet akoma dhe më egër. Nga ana tjetër, Xhesti kur doli nga lavenderia ku ishte fshehur, e ndezi shtëpinë sërish me debate, ku debatet më të forta i kishte me Gertën dhe Laertin, kurse Rozana, e cila u qaravit për ikjen e tij disa ditë më parë, futi Oltën për ta provokuar Xhestin që atë ta quajë ngacmues. Ja kush është Rozana. Nuk kam asgjë me të, por unë dua që në atë lojë të gjithë jenë të sinqertë. E gjykojnë Gertën, por unë e pëlqej për ftohtësinë që e ka në lojë, për të qenurit e drejtë për drejtë, pa bërë intriga, pa futur ndjenjat e saj në atë lojë ose pa bërë aleanca të dy fishta. Ajo është një e vetme dhe përballë të gjithëve. Prandaj edhe publiku e pëlqen. Ai publik që pëlqen lojën e saj, një lojë e cila për mua është e drejtë për drejtë, siç e thash. Ajo nuk ka, le të themi, tentativa për të bërë manipulime ose për t'i bërë furça Xhestit, pasi ata e kanë kuptuar që ai është epiqendra dhe do e mos edhe fituesi i këtij edicioni. Nga ana tjetër, Eglin e kanë patur të heshtur gjatë ditës të sotme, kur sërish ajo u shpreh tek shokët e saj, tek Shkëlzeni, dhe me sa duket po vijon ende këtë dramën e një femre, e një gruaje, e një vajze të pikulluar, pasi nuk po gjen dashurinë që ka shprehur. Duke si kur e flet me banorët, por nga ana tjetër ai shikon shpesh në kamera, pasi dëshiron që mesazhin e saj që ja thot banorëve ta marrë vesh dhe publiku. Padyshim që Egli është një nga personazhet më të komentuar. Një video e saj sa po hedh produksionin në rrjetet sociale ka bum me komente. Kjo do thotë që pak a shumë ajo, le të themi, është si një personazh ku të gjithë e gjuajnë dhe shfryen duke e komentuar dhe duke e gjykuar për lojën që po bën. Por a ishte edhe kjo tentativë e dytë e Xhestit në pak ditë pasi u holl nga muri si një shenjë për të treguar diçka që ai me të vërtetë do të tregojë, apo është thjesht një lojë? Unë besoj që është një lojë. E kemi parë si çapkën në shtëpi që nuk ka pushuar në asnjë sekond duke krijuar situata dhe dinamika. Ai sa është shprehur që edhe produksioni po e pengon për të shkuar tek ata banorë që i kërkon të bëjë lojë. Një rast i fundit është edhe Vselo, që Xhesti kërkon të bëjë një lojë të fortë me të, pasi edhe ai e ka treguar që është një banor që ka përcjell limitet dhe nuk ka korniza në këtë lojë të egër. Nga ana tjetër, duke qenë që gjithë shtëpia është në nominim për vetë Xhestit, Laerti, që Xhesti i thot Laert Trëndafili, është skuqur në krahët e Valbonës. I kemi parë në një kërcim të dy, që për mua më shumë është një kërcim për t'i shpëtuar një nominimi,
por nuk është se janë në rrezik, por për të pasur edhe një, le të themi, një zhvillim, pasi Valbona ka ngecur në atë lojë dhe nuk po jep më asgjë. Nëse Jozin e pa me rifutin e tij si një ëngjëll, me sa duket, shejtani është rikthyer, pasi i thoshte Gertës që thuaj Xhestit Xhenki, pra për xhenetën. Sërish xheneta flitet në atë shtëpi, edhe pse Egli dikur ka thënë që produksioni u ka vënë atyre një kontratë që të mos e përmendin emrin e saj, pasi kjo do t'i kushtoj shumë. Por me sa duket, ende xheneta flitet. Në do e mos, ndoshta një ditë do ta kemi brenda shtëpisë.